Dhoma e Grande Fratello ishte e ndriçuar vetëm nga qirinj të vegjël, që hidheshin mbi tavolinën e shtruar me kujdes. Dolce, e veshur me fustan të kuq të ndezur, që shkëlqente në dritën e butë, dukej si një yll që kishte zbritur në tokë. Flokët e saj të lëshuara I rrethonin fytyrën dhe reflektuan çdo dritë të qirinjve, ndërsa buzëqeshja e saj e butë dhe e ngrohtë I jepte dhomës një atmosferë magjike. Ajo nuk ishte vetëm e bukur fizikisht, mënyra se si qëndronte, si lëvizte dhe si fliste, tërhiqte menjëherë vëmendjen. Omar, një nga banorët më tërheqës të shtëpisë, ishte ulur përballë saj. Në momentin që sytë e tyre u takuan, një shkëndijë e dukshme u ndje në ajër. Nuk ishte vetëm një përqafim I zakonshëm I syve, ishte një komunikim I heshtur, I fuqishëm, që fliste për një kimi të veçantë midis tyre. Ata qeshnin lehtë, ndonjëherë duke bërë shaka të vogla, por sytë e tyre flisnin më shumë se fjalët. Ishte një lloj tërheqjeje që nuk mund të fshihej, një ndjenjë që rritej me çdo moment që kalonin bashkë. Biseda e tyre filloi lehtë, për jetën e shtëpisë, për përvojat e përditshme, por shumë shpejt mori një nuancë më të thellë. Dolce fliste me pasion për gjërat që e bënin të lumtur, ndërsa Omari e dëgjonte me vëmendje, duke u dukur se çdo fjalë e saj kishte rëndësi të veçantë për të. Kur ai I tregoi ndonjë histori të tij, Dolce qeshte dhe e shikonte me admirim, ndërsa sytë e saj dukeshin sikur ndriçonin edhe më shumë në dritën e qirinjve. Në këtë atmosferë intime, çdo gjest I vogël kishte kuptim. Një prekje e lehtë e dorës, një kthim I kokës për të kapur një shikim më të thellë, një buzëqeshje e përjetuar që bënte që zemrat e tyre të raheshin njësoj. Kimi mes Dolces dhe Omarit ishte e dukshme për çdo banor që mund ta shihte. Ata nuk mund të ndalonin të ndiheshin tërhequr nga njëri tjetri, dhe kjo ndjenjë ndriçonte sytë e tyre si dy yje që po flisnin vetëm për njëri tjetrin. Dolce ngriti gotën e saj të verës së kuqe dhe e shtriu drejt Omarit me një buzëqeshje të ëmbël.